Ahmed Beta, një nga portierat e Vllaznisë të vite, shumë i saktë në rrugën e Portës, por një koleg me Paul Ndojen për shumë vite me radhë. E keni zëvendësuar shpeshherë në rrugën e Portës. Vërtet. Do të na ndalë me dhënëm të mirë në fundit një shokët të dashur tonë, një futbollist legjendar të Portës Shkodrane. Ka ditë 10 dhe ashtë shumë. Shumë e rëndë për ne me përcjell një shokën tonë dashur. Me Paulinin kam qenë qysh në fëmijëni, qysh në ekipet e para të rive që jam njohur me te. Kam qenë rezervi i tij, kam qenë rezervë me të rit me te, po ashtu edhe me ekipin e parë të Vllaznisë. Ka kishe ndërën e madh, që ishe rezervi i tij, zëvendësuesi i tij, një portier i madh, si Paulin Ndoja. Me të kemi kalu shumë vite në stërvite, në neshe, të cilët për mund të tjetë i paharru. Paulini ishte një nga ato portierët që të bote për veti, ndash me guximin, ndash me karakterin, ndash me lojën e tij me pritit e bukura, me akrobacit e tija, jo më kot ashtu edhe si maça zezë. Ai u bashku me u bon 4 mëshketierët bashkë me të mëdhejt Dinxhega, Sababizin dhe Tandragomin, u bashku dhe Paulini, 4 mëshketierët e shkollë që të mesin për jetë në kujtimet tona. Dy portierët e një brezi, si ishte bashkëpunimi juaj me Paulinin? Unë me Paulinin kam pas një marrëdhënie shumë të mirë, në respektoshim njëri tjetrin, edhe ai më respektonte mua, unë respektoja atë. Thash edhe herë që kam pas nerin që jam rezervi i një portieri të madh si Paulin Ndoja. Qoftë i përjetshëm, kujtimi i tij, ngushëllimi i familjes.